Ka kaluar 5 vite nga funksionalizimi dhe nga nisja e procesit të fillimisht të gjykimit. Si e keni parë gjithë këtë periudhë kohore edhe trajtimin që i është bërë ish drejtuesve të luftës së UÇK-s, një pjesë të tyre, natyrisht që shikoni, mas zvarritja është pa kuptim, do të thotë. Zvarritja është shumë pa kuptim, me qenë se raportet kanë qenë që 20 vjetë janë marrë me këtë punë, me nxjerr prova kundër tyre. Pastaj, sa e për këtë aspekteve, po flasë një dimenzion profesional që është i fundit, domethënë me rastin e Salim Mustaf Calit, që ja refuzoi gjykata kushtetuese e Hagës. Atje është një departament që merret me çështjet, sikur gjykata kushtetuese këtu, vetëm për çështjet e kur ka të bëjë me krime e lufte kundër njerëzimit dhe drejtave kombëtare humanitare. Ata refuzuan dhe unë para të dësh, e lexova vendimin, ne i thëmë Lex Mitjor, ligji më i butë. Unë nuk di kulturë perëndimore, po e fus aty edhe ish Jugoslavinë, që një gjykat nuk e ka zbatu ligjin më tashmëre. Dhe kur e kum parë sytimin që thot Kodi penali 76, kjo është kundërshtim se ata do të zbatu kushtetutën e Kosovës. E kushtetuta e Kosovës thot precedentet e Strasburg dhe pra po kthehemi te tragjedia ose katastrofa që jem ne, që si antar të Këshillit të Evropës. Do thot duhet me zbatu standardet e gjykatës së Strasburgut. Ne në shtat që është, do thot që hyn edhe kjo për të cilën unë po flas. Shiko, me zbatuti ligjin, me thonë ligji special, prevalon. Si këta vete kanë një vendim fare para 4 vjetë, 3 vjetë, që jam shkruar di për drejtën zakonore, i kanë thonë, e kanë citue kushtetutën tonë që ja përparësi. Tash, një parim Lex Mitjor ose zbatimi i ligjit më të butë në procedurë, në drejt penale,